Unë nuk mund të krahasoj veten me as me atë, as me Hajdutin Burg. Po çfarë e më mirë? Çfarë ke bërë mirë? Arsimin, shëndetësin, rendin, drejtsin, bankësin, çfarë ke bërë mirë? Këto janë që po i themi ti Bardhi. Kështu, unë mendoj kështu duhet të jetë debati publik. Hajde na thuaj çfarë ke bërë mirë. Lëj statistikat. Lumturia është perceptim. Si është koeficienti i lumturisë në Shqipëri? A dini që shumë i lartë në Kosovë se Shqipëri? Një njeri largohet nga parajsa, ka bërë parajsën zotëria, parajsën e vetë ka bërë. Edhe gjytërymve që ka nga pas. A largohet një njeri nga familja edhe nga dheu? Presupozohet një njeri u jep jetën për familjen, për atë dheun, për pronën, për besimin. Këto janë 4. Mirë është edhe Kurani me fal tjetri. Po kur ai e bën rrugë, pastaj nuk ka më është detyrë t'ja presësh ato. Këta i kanë hyrë shqiptarëve tek familja, tek besimi, nuk na lë të jetojmë besim me parime. Me dhunë, me ligj thot ndryshe, ky të vë gangsterin atje. Çohet në këmbë deputeti kur vjen gangsteri, se ka bërë vrasje. Ka bërë vrasje, nuk është dënuar ai. Dhe ne do të shohim dhe kthimin dënimi me vdekje për infarkohet. Ne nuk do bëjmë burg tani. Po. Sa i intereson Spaku këtë raste. Spaku të bëj çfarë doj. Ne po flasim çfarë duhet bërë. Unë nuk jam komentator i Spakut më domun. Spaku e mbylli me arrestimin e Veliajt, e mbylli dyqanin, edhe ri smerret Spaku, aty ka pas bankërsin. Mjafton afera bankës për treguar që Spaku ka dështu. Le bëj çfarë do tani brapa. Ka dështu se ne na kanë ikur parat, hajde marrim më. Avokati Berishës ka marrë miliona euro, unë i kisha përballë në përgjigje, është turp i madh, ai të marrë miliona euro. Më shumë se Clifford Shansi. Ai avokati ndritur i PS-s që ka qenë Hyseni pas ka marrë dhe ai miliona euro, edhe avokati i PD-s ai tjetri ish ministër Eduard Alimi, i kam mbledhë librin unë dhe kam tu mbrapa, edhe i ka marrë miliona euro. Ky shtur. Edhe një fshatar Babe Bir meshin nga 1 milion vit rroga. Për të ulur, për të rritur shpenzimin, për të ulur të ardhurat, që mos kishim takse. Ky shtur është ABC-ja e pasimit parave, e bilancave falsa, e pasyve financiare të efektuara. Tani, pse e lanë? Nuk erdhën këtu, prokurorët e Spakut ka qenë sistem. Asnjë nuk lajmëroi dhe edhe na tregojnë dokra tani, thonë nuk kemi pasur kallëzime. Turpi them. Hetimet bën dhe kryesisht, nuk ka nevojë. Keni pasur nga kontrolli i shtetit gjithë suportin e duhur edhe nga prokurorit. Edhe lanë atje, notojnë, merren me peshqit e vegjël. Po su morën me 12, mos merren me asnjë. Çojnë shtëpi. Kanë turp i thon bukës buk. Gjë e madhe që do kapi një ministër. Unë si mbaj mend emrat e ministrave të qeverive të fundit. S'ka identitet fare. S'ka lënë gjurmë fare në kujtesën tonë. Se janë bërë si mall konsumi për liderin e tyre. Asgjë më tepër. Avokat, të kalojmë në një çështje tjetër sa i përket raportit të kryeministrit Edi Rama me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku ai së fundmi nuk mori pjesë as në asamblenë e kombeve të bashkuara, ndërkohë më pas në një samit të Komunitetit Politik Evropian, kur u takua me Macronin dhe presidentin e Azerbajxhanit, filloi total hapur presidentin amerikan Donald Trump lidhur me lapsusin e këtij të fundit mbi vendosjen e paqes mes Armenisë dhe Azerbajxhanit, ku Trumpi ngatroi Armeninë me Shqipërinë. Çfarë po ndodh realisht mes administratës së Donald Trump dhe kryeministrit Edi Rama? Nuk marr përsipër të flas në emër të Amerikës. Do doja që të them mos e trajtoja më gjatë, pasi nga që vi nga Amerika duket si ata
burravec që flasin në emër të Amerikës. Megjithatë, unë do të them të tjetër. Një njeri që tall presidentin e Amerikës me pasoja për Shqipërinë, mendoni ju pastaj sa i metallun e për ti? Kjo është më e rëndësishme. Po. Amerika i del për zot vetes vet, lëviz nga dal, po me peshë të rëndë. Por ata që shkojnë mbrapa, do të them, nuk kam mandat tjetër. Vazhdoni pjerin ju, do të them, po si mandat tjetër nuk kam. Kjo peshë e rënda do ta shtypë Edi Ramën? Kjo peshë e rëndë do shtyp çdo njeri që del kundra politikave dhe interesave amerikane. Dhe në këtë rast, bisedat që bëhen janë të nivelit moral mbi të gjitha, se nuk kanë lënë, nuk mendoni ju që ata nuk bëjnë shnime, kanë një ambasadë këtu me një personel për qindra vetësh. Çdo suport që jepet qeverive të korruptuara cënon besimin tek partneriteti. Edhe njerëzit që dilin në televizion që paguheshin kanë qenë jo për ta një shqiptarë, se shqiptarët i dinë çfarë realiteti kanë. Po ti një gjojnë të huaj, të referohen atje që po ecën puna, po bojnë ndryshimet mira në Shqipëri etj etj. Ne nuk kemi votuar njeri për të tallë me Amerikën. Ne kemi votuar të na çojnë drejt Europës dhe Amerikës, me problemet që kanë ato, po dhe me të mirët e tyre. Por të tallë tani, le të marrin këtë që është më bile mbase ky ja ka kalu mbase Rama, po ky Binaj është profesionist për të tallë. Të marrin të. Nëse do të tallë, do votojmë ato që tallë. Po kam përshtypjen që këta që kemi në politikë janë më profesionistë se Binaj për të tallë. Kështu që nuk me Amerika i del vetë për zot vetes vet, nuk ka çfarë të them. Po nuk kemi votuar njeri të tallë me Amerikën me pasojë për ne. Bëri talljen Berisha në 94, e la zëvon sekretarin e shtetit Mazdere, ja dhan shtetin në dorë në 97, ja thyen 400 copa. Edhe nuk i ka dalë më frika që atëherë nuk guxon të shkojë deri te Maja, se e di peshën e një presidenti amerikan. Shohim. Po në këtë rast Edi Rama nuk e njeh peshën e presidentit amerikan? Nuk e di. Mbase i ka humbur perceptimet. Janë prishur perceptimet. Ju keni deklaruar më parë dhe këtu në Agora News se ajo çfarë do t'ju vi politikanëve shqiptar, pra do të jetë pikërisht nga Amerika ose reagimi amerikan nisur edhe nga dosjet përgjithsisht që kanë vetë politikanë shqiptar dhe në këtë rast siç është edhe dosja Charles Megonigal e kryeministrit Edi Rama, ku së fundmi ai është përmendur edhe në një shkrim të New York Times. Madje pati dhe një foto që doli të vetë Edi Ramës me Charles Megonigal nga një prej ish-këshilltarëve të presidentit amerikan Donald Trump. Në këtë rast, a ka një lëvizje amerikane që mund ta godas në një moment caktuar kryeministrin Edi Rama, qoftë ashtu siç u shpall non grata edhe ish-kryeministri Sali Berisha? Po pse? Ju pyesni, domethënë, a mundet se nuk është do prishi interesat mëdha, po ju tek atyre brenda sekondit e shpallin non grata. Po e kanë frikë? Jo, duke qenë se është kryeministër. Po çfarë? Po kush po pyet se është kryeministër? Kush po pyet se është kryeministër? Po është presidenti i Venezuelës. Po Noriega ka qenë president. Po atë Nicaragua se hipën vetë pushtet ata. Edhe po ata e futën burg. Po ata e masin, janë të kujdesshëm. Për mua. Kanë të kujdesshëm ata. Po nëse e ndajnë mendjen, e trajtojnë dhe Putinin si fëmijë kopshi, jo këtë. Ky e di se çfarë i tha mendja. Vazhdoi ti bjeri.